الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë e falenderojmë, për e ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, për shëndetit më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar miq edhe vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na mundsoi arritjen e këtij muaji të begat të Ramazanit. Falenderojmë Zotin e Madh Gjelle Gjelalu për çdo begati dhe për çdo mirësi që na e ka dhënë dhe çdo levërdi të cilën ne e shfrytëzojmë në këtë dunja. Gjithashtu falenderojmë edhe këshillin e xhamisë në krye me khatibin edhe imamët e xhamisë që na kanë bë këtë ftesë për t'i kaluar disa minuta bashkë që shfletojmë bashkarisht fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të rrisim imanin ton dhe të fitojmë shpërblimet e Zotit ton te bareke ve teala. Të nderuar xhamatli, jemi në finale, në mejdanin ku besimtari duhet ta jep maksimumin e vet për ta fituar rahmetin e Zotit xhel xhelal. I kemi kaluar 2/3 e Ramazanit dhe jemi në pjesën e fundit të Ramazanit. E pjesa e fundit është pjesa më e rëndësishme. Pjesa e fundit është pjesa për të cilën Allahu xhel thot në Kur'an, në natën e Kadrit e kemi zbrit Kur'anin. Në këtë net kërkohet nata e Kadrit. Është begatia më e madhe në mënyrë pa kushzuar e Zotit xhel xhelalu. Andaj të përvishemi edhe të shtrëngojmë rrypat që të bëjmë punë të mira, që të adhurojmë Zotin xhel xhelalu, që të falim namazin me rregull, që të falim taravia, që të agjërojmë me disiplinë, e kështu me radhë për veprave që i kërkon Allahu te bareke ve teala. Të nderuar xhamatli, jemi në Ramazan dhe na kret juridikisht agjërojmë. Juridikisht agjërojmë çka i bie, prej syfir deri në iftar nuk hajna buk, nuk pina ujë, edhe i kemi të ndaluara marrëdhëniet intime. Mirë po, a është kjo i tërë agjërimi? Jo. A është këtë që kjo është ka e lip Zoti për neve? Jo. Madje kjo është minimumi. Andaj edhe plot për evlatëve t'juve ninojnë, apo? Plot për evlatëve t'juve, 7 vjet, 8 vjet, agjërojnë. Dhe kjo çfarë argumenton? Se Allahu nuk ka mundësi me u lip njerëzve të mëdhoj atë çka ka mundësi me bë dhe i vogli. Për këtë arsye, agjërimi është për te i lënjes të hajës edhe të bukës. E çka i bje për te i kësajna? Allahu subhanahu wa taala na ka bën neve farz agjërimin jo për me lënë bukën, jo për me lënë ujin vetveti. Pra, mos pirja ujit 14 orë, 15 orë, 16 orë nuk është urtësin vetveti. Kjo e ka një qëllim tjetër. Kjo e ka një qëllim tjetër. Për shembull, kur Allahu xhel xhelaluhu, për shembull, i cakton disa prej farzeve, ato farze nuk kërkohet vetë syretin to, po kërkohet diçka për te asajna. Ti kur e qon e vladin tanë në shkollë, a i thue shko se shkolla e nxet, shko se shkolla i ka bankat e mira? Jo, banka e mirë, vesile, kjo atë tavolim, kjo mjet, për menet kjo mos merra mikrofoni. Apo, mirë po qëllimi ku është e fjala. Pra kur ti shkon në shkollë, nuk i këshir dollapët e shkollës, e as dritarët e shkollës, e as bankat e shkollës, qëllimi ku mësimi. Andaj si ka mundësi dikush për shembull, nëse kishte shku në shkollë juridikisht, çka i bie juridikisht, që ta kuptoni çka i bie me ninue juridikisht me ligj të jashtëm, edhe çka është qëllimi i brendshëm. Me shku me një shkollë ku të thirrë rezilja, derisa të krijohet orari që kjo juridikisht aju ka. Apo me vetë dikush thotë a keve në shkollën nxënës do të po kesh. A ki mungun ajo? S'ka mungue. Në rregull, që kjo i bie juridikisht ka agjërue, juridikisht ka shkue. Edhe na pin syfir deri në iftar, i bie që kena një shkollë. A i bie çdo njëri që ka një shkollë, që atë e bë çat punë që duhet? Jo. Jo. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala neve agjërimin e ka bërë çfarë? Që të na liron prej prej epsheve dhe tekave dhe dëshirave tona, të cilat janë të ngjizura, të ngulitura në thellësitë e qenjeve tona e nuk largohen pos duke ja nal ka pak ujin, e ka pak bukën, e ka pak marrëdhëniet intime. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, fakti që kena hinë Ramazan, jo të gjithë dalin fitimtar. Andaj ka ardhur hadithi ka transmetuar Imam Ibn Hibbani nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se një ditë për ditë pejgamberi jon alaihi sallallahu alaihi wasallam u gjit minber dhe ka hip hutbë dhe ka thënë amin.
Edhe nuk e kanë ditë sahabët çka po thot. Edhe e kanë pyet çka thave ja Rasulullah, pse thave amin? Tha er Gjibraili. Vini re er Gjibraili. Dhe të ndëruar xhamatli, a na kena ardhur për shembull 170 kilometra. Për çfarë? Për nder. I kena bënë 170 kilometra. Mirë, ne kena bënë 170 kilometra për me ardhur këtu vizitë miqësore e kështu me radhë. A mund ta paramenoni të ndëruar xhamatli? Pisa nalt ka zbrit Gjibraili alayhis salam. Gjibraili meleku më i madh i Zotit xhelle xhelalu. Ka zbrit Gjibraili, parameno ti e metar, parameno metar në njëri. Pi Amerike. Veç metar 5 minuta, cërnilisht, edhe me tharë. Por shembull, erdha veç me ta thonë çket fjali, edhe shkova. Çka thuti? Kjo na punë shumë serioze. Pi në Amerikë ka ardhur veç me ma thonë çket llaf, edhe shkoj. Kjo punë shumë serioze kanë. E tani, ka zbrit Gjibraili pi 7 palqijeve. Veç trallafi ja ka thënë ka i prap. Kjo punë e madhe. Çka tha? A keni pa për shembull kur dalin sot, për shembull biznesmen të mëdhej, tregtar të mëdhej, miliarder të mëdhej, në Twitter e shkruan aty, në status e shkruan në Facebook, në status në Instagram, ama bitcoina tërma të poshtë, euro tërma të poshtë. Pse? Se ai ka ndikim. Ai kur fol një president për shembull ndonjë, ka ndikim, nuk ka si me fol ti. E mirë, Allahu Gjibrailin a zbrit për kot në tokë? Jo. Ka thonë shko ka xhoja trellafe ktheu prap. Pi 7 palgjijeve ka zbrit, edhe i ka thonë o Muhammed, ai çka e mrin Ramazanin, edhe nuk i falen gjunahet dhe mëkatet, i shkov në xhenem hunda zvar. Kjo e para i ka thonë. Apo, e dyta ka thonë o Muhammed alayhi salatu wassalam, ai çka i ka babë dhe nanë gjallë, edhe nuk e fiton rahmetin e Zotit, në xhenem him zvar me ngrej zhak. Edhe ka thonë o Muhammed alayhi salatu wassalam, kur do që përmendet emri jot, edhe ai çka e nin, nuk thot alayhi salatu wassalam, nuk çon salavate, puna zhak i shkon në xhenem. Neve dytë para tash nuk e kemi te, ne kemi njënën për tëre. Po prameno pisa nal ka zbrit, veç me ja ka dhush këtë laf. E sa e madhe kana me hub në Ramazan fitimin, shumë e madhe të ndëruar xhamatli. Andaj në Ramazan kemi edhe fitimtar, edhe humbës, sikur në tregti. He njëri në tregti, kapital, investon. A ketë biznesmenat fitojnë? Jo. Sa njëri thotë unë investova, po hupa. Ishtina parët hupa. E ka njëri thotë vallë unë ishtina parët fitova. Andaj, ti ke hin Ramazan, ama sokri ala. Ti ke hin biznes, ti tregti i ala. Ama fitimi ala s'u garantue. Andaj vini re fitimeve. Kur shkoni njëri në gurbet, edhe kthehet, çka i thojnë pyetja e parë njerëzit? Masi a jemi shëndet mirë apo çuçi ke familje, çka i thonë? Puna tjetër ça? A fitove? Po për çka shkove në gurbet? Po fitua apo? Para më thon valla kur gjos fitova. Që 20 vet kur gjoj fitova. 30 vet kur gjoj. Çka i thon po ti pa e dështuve valla. 30 vet që në gurbet as një dinar s'ke prova. E para më not të ndëruar xhamatli me dal ditë kiametit të robi, edhe me hu. Ajo falimentimi i vërtet. Andaj kur i ka pyet pejgamberi alayhis salam sahabët e vet, ka thonë, çka e llogaritni ju njëri dështu në biznes? Çka e llogaritni? Than sahabit, na llogarit na njëri që ka shti parë dhe ka hub, që kjo i falimentum, muflis, i dhënë gjuna arabe. Tha jo, ai që ka hub për një me, ditë jo. Ai cili i ka bodo punë dunjat, veprave të mira prej namazit, zeqatit, agjërimit, edhe gjumë ka bo se vape, edhe del në ditë kiametit, ja mori shka ku i zullume dhe patricive e kështë me dha. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, Ramazani duhet neve që të na bën si qelë në fitimet e tona, e fitimi i vërtetë në ahiret. Simi tjetër që na jep neve Ramazani të ndëruar xhamatli, cila të liruarit e qenjës njerëzore nga çfarë? Nga kërkesat materiale të trupit. Për që ta na e lojna bukën edhe ujin. Pse kena ninu, pse agjërojna? Ne agjërojmë që ti them trupave tonë, edhe ma domosdoshmëri që e ki ujin dhe bukër dhe krejta nevojat tua, kimi lanë për Zotin e Madh xhelle xhelalu. Për të reguar qëfar? Për të reguar se ti i robi Zotit, jo robi materialit. Ti nuk je robi ujit. Apo, edhe kjo agjërim ti duhet me të lirue. Agjërimi, synimin e ka lirimin. Liroju prej prangave të parës, liroju prej prangave të tokës, liroju prej prangave të ujit, liroju prej prangave të kënaqësive tua. Li mos flasim prej prangave të haramit. Allahu don me ngrit besimtarin shumë nal. Shiko Allahu xhelle xhelaluhu vëzër, neve në Kur'an muslimanëve seher që na thret me emra të mirë. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju besimtar,
Mirë, të ndëruar xhamatli, a keni më duhet një herë? Me na pastir neve Zoti qështu, o ju mëkatar, a keni obligim agjërimin. A i shkon fjalia taman? Taman. Ha, po shemu, që komplet neve, me na drejtue. O ju mëkatar, agjëroni. A mundet me qut dikush dorën, valla ma bana valla, ma une s'jam mëkatar. Jo, këtë jemi mëkatar. Këtë jemi gabimtar. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kullu ibn Adam, kullu krej, bir, çdo biri i Ademit, khata, është gabimtar. Mirë, po Zoti nuk e ka zgjedhur këtë shprehje. Zoti, për shembull, në mesin e muslimanëve ka gabimtar të llojeve të ndryshme. Asnjë gabim nuk e ka përmend Zoti xhelel xhelalu. Ka thonë, o ju të cilët keni besuar. Termi më i mirë që ka mundesh më ia dhon dikujt, o ti çka ki besu, o ti musliman, agjëro. Për këtë arsye, agjërimi është lirimi i qenjes njerëzore nga kërkesat trupore për të ngjitur me shpirtin e tij ku në lartësitë e Zotit xhelel xhelalu. Na për çfarë agjërojna? Shumë për njerëzve si e shohin agjërimin, dhe valla thot, s'kom hang, s'kom pi. Ala nuk ka arrit qëllimin. Mbaj mend gjithmonë thot, pse shkon në shkollë, s'do me thonë që ke gri punën. Sa njeri shkon në shkollë dhe ngel, sa njeri shkon çish ka hinç ashtu ka dal. Apo çish ka hinç ashtu ka dal. Sa njeri 8 vjet ka shkuar në shkollë, ç'a bone? Çish hina dola. Çështo janë plot njerëzve. Hin Ramazan, dalin bi Ramazanit. Ç'a morë valla bi Ramazanit? Vllai Ninova. Po, ma ç'a morë valla? 30 ditë kurs. Allahu ka garantuar në Kur'an se Ramazani është i mjaftueshëm ditë shkollor, 30 ditë shkollë për ta fituar takvallokun devotshmërinë ndaj Zotit xhelel xhelalu. Ai i cili nuk ka mundësi në këtë 30 ditë ta formon strukturën e vet me takvallok, dije se ka problem strukturën e tina. Andaj lironi qenjet e juve pri materialit. Mos u bëni rob kurrë materialit. Ka ardhur njëri te një dietar i madh i muslimanëve, ka pas emrin Imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala. I ka thënë, o hoxh, ju o xhallar kur folni për takvallokin, s'ban me dash dunjajën. Çish i ve kjo punë si ju? Jo, ai bën namaz me mbledh para. Ai bën mos, jo, ka thonë, jo, gabim. Gabim na ke kuptuar. Ka thonë, po çish i ve kjo punë? Ai ve kjo namaz me pas kerra? Jo, nuk i bie. Ai ve mos me pas shtëpia? Jo, nuk i bie. Nuk i bie. I bie ketë mi pas, ama me në kusht. Jo të lidh në, jo kablat në zemër, po kablat në xhep. Ka ardhur ky njeri te Imam Ahmedi, ka thonë, o hoxh, a mundet një njeri me pas 1000 dinar në xhep? 1000 dinar atëra kanë parë madhe. Se një dinar o koni altani, lilir. E ka pas shumë lehtë, sikur me thonë sot 1 milioner. A ka mundësi, ka thonë, më kon edhe milioner, edhe i devotshëm çish po thuni jo? Ka thonë po. Ka thonë me një kusht. Ha, koletën me e pas në xhep e jo në zemër. Ha? Në gjep, jo në zemër. Mos lidh kur gjapi kësaj dunjoje me zemër. Apo, lidhe ku? Lidhe me material. Leja ty te materiali. A i kini morë, jo kitë kini kera. A i kini morë të në gjami? Jo. Kur shkon tipi dikun mik, me misafir, a e merë kerën me shtinë dhoma tje? Jo, e lejash. Pse? Se unë e ku marë me të po ti, unë ku marë me po insanin. Unë s'ku marë me po kerën. Ani, shumë kerën e mire paske. Po tash mës na e fut në dhomë neve. Për këtë arsye vëllezër, agjërimi neve na liron nga çfarë? Nga lidhja me materialin. Për këtë arsye kur shkputesh me materialin me zemër, Allah thot maje materialin se duhet. Maje veturën sa ajo shërbejnë për të ecë, ama mos e lidh me zemër. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, Allahu neve na ka bë obligim agjërimin, se nuk don ne me kanë çfarë? Të robëruar ndaj materjes. Tjetra, të ndëruar xhamatli, Ramazani ka qindra mijë mësime. Për mësimeve që neve na duhet, moja muslimanëve. Shiko, ka mësime të ndëruar xhamatli që ju kanë dash muslimanëve të parë. Ka mësime që ju kanë dash gjeneratës dytë. Ka mësime gjeneratës tretë. Na duhet të fokusohu te mësimet që na duhen neve, që çdo 2025. Muslimani 2025 na duhen Kur'anin me lexuar. E çka na duhet neve të ndëruar xhamatli? Duhet muslimani nëpërmjet agjërimit me kuptu unifikimin e muslimanëve. Që të veprojnë në tërësi, jo në njësi. Çka i bën një tërësi dhe jo në njësi? Për shembull, na kur e nis na sifirin. A ka doni sifir për shembull njëri me nis në 2, tjetrin 2 xhins, tjetrin 3, tjetrin jo. Krejt një sifir e kanë. Këtë një agim e kanë. Por çka argumenton? Kur e prish në sifirin? Me ezan, këtë një ezan. Apo, kur të hinje perëndimi diellit që darra e prish na kur thirrë ezani. Kur e falë taravih, e falë me imam, Allahu Akbar namazatina. Këtë që to me njaç apo bëhen, që argumenton kjo? Ka lidhmina kur e falmi namazin, ka kible ja. 2 miliard musliman anë kanë botës, kur dhe në namazi, thonë ka kibla.
Pse? Se duhet, ki që kjo, një Kur'an, një kible, një sifir, një iftar, një Kur'an, një profet, ki që kjo ka një, qka po do Allahu me në kalzu me këta? A e kena një Ramazan? A ka do një grup në dunjo muslimanve që ka thonë, na jena qerë, këto e kanë një herë Ramazan, s'tash në ma vone kena. A ka qështu? S'ka. Për të në të regu Zotë jonë Gjelle Gjelaluhu, se Allahu ka thënë Kur'an, ju ka bo Allahu ummet e wahide, ju jeni një ummet, ummet e wahide, një ummet. Andaj ne nga agjërimi e mësojmë unitetin, dhe uniteti krijon forcë, dhe përçarja e ban çfarë? Dobësirë. Andaj muslimani duhet të mëkon vllai muslimanit. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, el muslimu akhul muslim, muslimani vllai muslimanit, agjëruesi vllai agjëruesit, namazliu vllai namazliu, njeri i cili do xhamin vllai atij që do xhamin. Andaj kreto të njësuarat na bëjnë që neve me veprue në tërësi. Shiko çfarë shireti ka, çka e bën shireti në Ramazan. Para me në njani me një sifirin 3, njani iftarin 7, njani 5. Abe me para pa dikush të thotë, qa po me që to? Njani janis ma herët, njani ma vonë, qa e në të po? Ama kure shojnë, kretë për një herë prishin e hajtë sifirin, kretë për një herë e bojnë iftarin, kretë për një herë falën. Që kjo madhështia e Kur'anit, që kjo madhështia e Islamit të ndëruar xhamatli, duhet vepruar në bashkësi. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wala tafarraqu, dhe mos u ndani, veproni në tërësi, sepse fuqia e muslimanëve është në tërësi. Të ndëruar xhamatli, kretë dobësitë sa sot muslimanët i kanë në përbot, këtë vuajtjet, këtë persekutimet, këtë këto gjërat të zot janë shumë të rana për muslimanë që i përbërjë dojnë në për dunja. Shiko, ti kur erdhe sot në xhami, atë nguzi dikush? Jo. Atë ndjeki dikush? Jo. A erdhe i qetë? Po. Kjo begatit të ndëruar xhamatli. Ti duket rutinë. Ama mi vetë do me herë thënë, valla nuk ka konë bashkë ashtu. Valla, kur a ka pas sistem, do të konë shumë i fështirë. Andaj shapi i trive dhëtë, po valla u knaqëm, po ama dikush ka pagujt për këta. Kjo të qiko, që ti e begatit dikush nuk ka. Kitë vujtjet e muslimanëve, pse shtohen? Se s'janë tërsi. Mu ka një grusht, a ka mundësi? A ja, keti frikohen grushtit. Ama, kur e di se një ka një janë si cëli, ki njani këne, njani ane, andaj edhe musliman vujnë. E Allahu që ka thanë, mosu përqani, fetet dhe hemerih hukum, se ju hub era. Ja, s'janin erën kërkush më muslimanëve, s'ju frigohet kërkush muslimanëve, s'kan autoritet të muslimanët në dunja. Pse? Që kur dalin me folë për shembull me muslimanët, me thonë ka dale, se këto janë shumë, këto janë një fjale, këto janë autoritet. Kitë kjo çka dhe banë të ndëruar xhamatli, na pri Ramazan çfarë do të më morë? Se nena bashk, mësoja muslimanit, gjallit tanë, vllavit tanë, krejtve, mua musliman jena bashk. Apo edhe gabimin na e shohim bashk. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, prej mësimeve që na mëson Ramazani është se të veprojmë në unitet. Unitet. Kur për çemo shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka rregulluar këtë punën e unitetit. Shumë interesant të ndëruar xhamatli. A e dini në çfarë milimetri e ka rregulluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam unitetin? Ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami. Edhe gjithmonë para se me lidh farzin namaz, çfarë ka thënë? Stau drejtoni safat. Drejtoni safat. Wasuddul khalal, mos lini vrima hiç mos le vrim. Pse? Kallzojve, kallzoj. Shiko, me të pa dikush me dron, thotë shkyrën milimetër ku kanë lidh. Të fuqikan, apo saf, çikso i thotë, saf i staf kur ngjitet, apo ana nuk ka saf, apo a e mani men korona? E dini ke? Ajo nuk ka saf, pa epizori do kon. Inshallah Zoti sa kthan kur ja rabbul alamin. Mirë po besimtarët duhet me kuptue tërësien dhe unifikimin e forcave. Pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, kushdo që e paraprin imamin, për shembull imami thot Allahu Akbar për me ra ruku, ki pak më herët shkon ruku. Që dhe me ki ma imaqën pak. Që ka thënë alayhis salam? Kini frikën Zotit mos i paraprini imamit. Allahu e urren që ju t'i paraprini imamit. Pse e urren me paraprini imamit? Pse? Se duhet më kanë unifikim. Për ta rregulluar njëri thot, me gabua që imami, me gabua. Ka dhe këtë punë ka rregulluar Muhamedi alayhis salam. Çfarë ka thënë hadith? Ka thënë Allahu pe rahmetit e ka bë që imami kur t'ja qelloje se vapin e mirëni edhe ju. Kur t'ja qelloje imami, që e ka çu këtë çish duhet, si vapin e keni ju. Mirë, me gabu imami, me gabue, me voqa i ban gabime, ka thonë pejgamberi, a ka më rahmet se që kas? Ka thonë pejgamberi, kur të gaboje imami, gjunajnë e ka veç për veti, gjemati s'ka gjunat.
Ma rahmet se që ka shko. Kitë që kjo u ka bo për të mbajt musliman në unifikim. Pra, mos shko as 1 milimetër ma pak. Mos shko as, shko në, kur të moraj të këbir, Allahu Ekber në të marrë të këbir. Kur shkoja në ruku, shkoja të ruku. Kur shkoja në sejse, shkoja të sejse. Pi ka e morna që ta dhe zët? Pi Ramazanit. Pi Ramazanit. Krejt gjërat janë të unifikume. Në një Kur'an e lexojna. Mirë, të ndërruaj që ti kur ki bo, kur je agjerushëm. A ka do një musliman me thonë neve për shembull, këshire, unë e agjeroj, ama jo pi Kur'anit juve, unë e kam një tjetër kune, ja, pi qëtër Kur'anit, s'ka qëtër Kur'an. A ka një tjetër Kur'an? A ka një tjetër libër të Allahu Gjellewala, që ti pi që aty e ki mësu, jo, pi librit Zotit Gjellewala. E pse na musliman, do shkojnë a kënena do natana, se nuk e kena kuptu agjerimin. Se na agjerushëm që duhet. Nuk kena të e bo namazin si duhet. Andaj shiko, duhet agjerimit në mëson mbajtjen e tërësijës, fuqijës muslimanëve. Tjetra që në mëson agjerimit të ndërruar xhamatli, që i shdash me mësu, që 21 ditë. Apo, në ena të hije në netët matë mdoja në Ramazan. Ramazani, të ndërruar xhamatli, nuk është veç lanje hajës edhe bukës, edhe pijës, edhe marrëdhënieve intime. Jo, është për tek sajna. Por që më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai çka se lë rrenën, Allah i që duhet e një numja e tina. Ai që se lë rrenën. Po, ti kur se pi ujin, kur se pi halalin, çka i bje, çka nën kuptohet? Çka nën kuptohet? Por shembull të ndëruar xhamatli, por shembull. Nëse neve për një njeri e pyesmi, çfarë njeri jo që ki filani? Edhe ai thot për shembull, vallai kur nuk shahat, hiç as nuk shahat, veç fjalë mira përdor. Tash, apo veç fjalë mira përdor është i mirë, o kujdestar i shtëpir, familjar, e këshir punën e vet. Në rregull. A mundet mu paramenu që ki njëri shka folëm qështu për këta, njënë me thonë, ama me va mu nervozu kitë vret. Ka dalë Allah që s'pa po i përpudhën. Ki s'pushajka e lemo me të vra. Ki nuk për të thëjka një fjallë keqe lemo. Pra, a ka mundësi na kur ja mohoj na një gjuna ma pak, ki me vonja më të madhe, s'ka mundësi. E mirë, neve tash Allah për në bana gjërushëm. Po thotë qyre, një njëri për që s'na ka pa kur, pa besimtar ka arë. Me thonë, qka i tu bo, që s'pini uj? O na s'pina Allah, por Allah s'pina. Shpina, ujë që kena halal se pina. Apo, e mirë, ai me thonë, ti me të provoku pak për shembull, qa mund është me ba? Allah mos më provoko se që jam anxhërushëm apo? Jo, nuk bën, se keni pa thotë do të thonë e ka zonë Ramazani. Jo be ke ka zonë dikun kryen gabim. S'ka me zonë Ramazani të dhurohet xhamatli. Ramazani kërkon nuk e zë. Ramazani rregullon, Ramazani pastron, Ramazani bën mal çiltër. S'ka me zonë Ramazani apo? Jo ka zonë, kjo e ka, nuk ka me zonë, ka me të pastruar. Tani kur neve Zoti po na mëson, ju edhe pa ujë muni me nejt. Pa ujë muni me nejt. Disa sahat, normal, që nuk ka mundësi, jo domosdoshmëri përbërës i jetës. Mirë, nëse pa ujë muni me nejt disa sahat. A muni me nejt pa rrejt bazar? Muni. Se rrejna nuk ka kusht i jetës. A keni mësu dikur në biologji dhe kush nuk rren, qelizat i prishën. A ka çështu? Dhe kush nuk mashtron për shembull, nuk e mashtron mishterinë e vet, atina i bëj diabeti. A ka çështu? Jo s'ka, nuk ka. E kundërtash, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, Allahu neve po do më na ngrit prej lënjes së halalit, mos tjetë i diskutueshëm të na harami. Njani me thonë për shembull ti ujë s'po pishet të ditën apo? Kjo i bëj rakis, s'ban e sa rakin apo? Ç'është i vetë ndëruar xhamatli. Kur ti agjeron, kjo i bese ti e i mirë deri në atë nivel, sa që nëse vjen puna për Allah, as uj nuk pije, as uj. E Allah po të teston, apo mëngon të uj po, ngojem edhe kur thamë se zinaja haram, bigjozja haram, e vjedhja haram, shumë prej gjërave të zëtë Allah i ka ndalu, keq ka i ka ndalu, atë janë haram, namazja farz, agjerimi a farz, zekati o farz, haji o farz, krejt janë detyra. A ka mundësi të ndëruar xhamatli një agjerues me thanë, qyre, kis po pike uj, ama baba vetë në zori ishte pitina. Jo ve Allah, në shetënë, Allah, pi uj, Allah. Pi uj se, nëse baba jo ta në zori pitije, ty s'kimo shka nevojmë, shka reja agjerushëm, sepse ti ki përzi prioritetet. Ti nuk paramendohet më kona agjerushëm, baba jo ta në zori pitije. Jo veç kash dhe zër, jo veç agjeri, jo veç prindi, se prindi është punë e madhe. Po, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që Imam Buhariu, nuk ka besu dikush pi juve, nëse kojshia i ti nuk ka rahat pitina. Ti sa dush një no, ama kojshia du të me thonë, buri mira ki, vallaja buri mirë, ki agjerushëm, o ki edhe jashtë agjerimit, edhe në agjerim, se ara i mirë, nuk unë bandam, ka thonë alaihi sallallahu alaihi wasallam, a i cili kojshia i ti janë kohë, që kojshia? Po mu kanë dikush pak mangat?
Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Islami funksionon komplet, nuk funksionon me një. Për shembull, të nderuar xhamatli, Islami që do ta parafroj. Për shembull, a keni pa shumë prej senave funksionojnë bashkarisht. Për shembull, e kemi për shembull njëra prej më të komplikuar është aeroplani. E keni pa, ka shumë pulla aty. Edhe për shkak i thonë njëra prej pilot, pra është punë e ngarkuar, apo po shumë gjëra funksionojnë tok. Njëra me nal nuk funksionon. Për shembull, rryma. Apo, i ka funksionet e veta. Duhet mi pru këtë telat barabar, këtë fuqit barabar, këtë voltajën barabar, edhe ajo funksionon bashkë. Njënë me nalë, për qemull, mjafton një makinës, një diçka mja hek, ajo s'funksionon mo. Njënë i thotë, po qëve gjë struktura është, skeleti shpirtin se ka. Shka, nuk dhejës. E mirë të ndëruar xhamatli, a jemi në edhe me shpirta veç me trup? A jemi pimrejna musliman? A jemi pi ndërgjegjës më të thellë na musliman, apo jena veç pi për jashtë? Shikoj çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. En nadamu tawba. Kanë vrat ndërgjegja kjo pendim. Veç me të vrap pi mrena ndërgjegja, që kjo pendim. Çuçi bie kjo? Kur ti e bën një gabim, edhe pi mrena thu, gabova. Nuk u dash ashtu, m'duket më pak ja dash. M'duket i hinë në rahat. Kjo pimrena, kur ti e bën një gjuna, kur ti kshir haram, kur ti bën një gabim, edhe bën një mëkat, edhe pimrena zihesh e përzihesh, që kjo e zimja, ka thonë me sa ti lan gjuna. Nëse i e rrafsh, rrezik i je. Ka ardhur njëri te një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka pasur emrin Hudhaifa radhiyallahu anhu. Ka qenë njëri i cili i ka njoh hipokritat. E ka thënë, me cilësi që e ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka njoh hipokritin. Masi ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe shiko, çka do të thonë se sahabiu e di ç'është funksionon i musliman, pi mrena pi për jashtë. Edhe i ka thënë, o shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, duhet ta bëni pyetje. Kam frikë se jam hipokrit. Kam frikë se jam munafik. A mundesh me mullzu diçka në këtë drejtim? Edhe i ka thënë Hudhaifa radhiyallahu anhu, shko se si. O më kështu shumë kollaj ka thonë, shko se si. Ka thonë ka dalë kam siklet ti, shko se si. Ka thonë shko se si, s'unë i di mirë ku jam. Ka thonë, po qështë e diti si unë a jam as jam? Ka thonë, shko se nuk je munafik. Ka thonë, pa, banë me më kalzu një argument që s'jam, që unë e siklet kam. Ka thonë që unë për të kalzoj. Nuk ka munafik që tutët që jam munafik. Nuk ka munafik që tutët që jam munafik. Fakti që po tutës që je hipokrit, që je. Fakti që ndërgjegja po të vret, je i mirë. Fakti që ti po brejmë, po ha vetën për mrejna, kjo ka zonë që je i mirë. Agjërimit të ndëruar xhamatli. Çka atun kur ti spi ujë, lukthi ja ke bë, i bën operim atje. Grihet në mes veti. Grihet lukthi kur si çon buk, apo se e lip ujin, e lip bukën, e mirë. Apo aludon diçka, sinonimi çka i thot? Grije vetën pak, haje vetën pak. Le të breje për mrejna. Pse be i baj Zotit mëkat? Pse be sot këshira haram? Pse sot sun mujta me çu një ditë komplet pastër për hir të Zotit që pa asnjë gjuna, mi fal 5 kohë namaz, me agjëru, me fal taravi, me dhon sadaka, me lexu Kur'an, me bën vepër të mirë, me bën një ziarat, një vizitë familjarëve kështu më radh. Kit kjo për çfarë? Për ta kaluni 24 orë pa gjuna. Kjo e mbrëmshme të ndëruar xhamatli. Derisa nuk dhezet pi mrena. Për shembull, të ndëruar xhamatli. Çka i bë mu dhez pi mrena? Na shpeshar kena nevojë mi thonë njerëzve, ej mobe. Derisa ti ki nevojë dikush pi përjashtë me thonë mobe, ki mirë, ama edhe nëse ngon, alo ka problem. Të buroje pi mrena. A e dini të ndëruar xhamatli, çish ka ardhur deri te pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 14 vjet para se mu bo pejgamber, e ka hangër vetën e ka hangër. Ka shku 7-8 ditë ka nejt në shpellën Hira. Apo, sot kush ka shku haqë dhe umre e diku ama sot da me drita, në të vakt s'ka pas drita, burk, terë, ersire madhe, ka shku ka nejt, s'ka di që shmi uzu poplin e vetë, veç e ka hangër, ka thonë, nuk kanë regull që të shka bojnë poplin janë. S'janë mirë të punë, mirë po nuk po di qysh, kjo, to e hangër, çfarë? Allah e ka zhirë. Ama pse ka hangër vetën ai? Edhe në fund, kur i ka bo 40 vite, në një natë për natëve i ka ardhur Xhibrail alayhis salam, edhe e ka thirr Muhammed sallam, i ka thonë iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Keq ata që jetë lip, që ti s'po i rahat me këto, çka be bën populli jot, tash Allah i ka me të kallëzue, edhe pi asaj dite të ndëruar xhamatli, deri sot 1446 hijri, edhe 13 në Mekë,
ka lullzuar Islamin e tan dunjajën. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, le t'i gdhendim pak këto ndërgjegjet tona, le t'i gdhendim pak moralet tona. Bëj i mirë, jo me thon dikush, jo me kamera me trok, jo mos u tut pi kamerës. Tu pikujna. Ti sot që ja të agjëruar të nderuar xhamatli. Je të agjëruar. A agjëron mos me trok kamera? Pikuj kije. Pinalta gjë. Me thon ti dikush, më duket e pas ke prish, ama ti s'e ke prish. Çka i thu? Ti të duket sa doje, se e di Zoti. Kur ti i sigur për mrena, unë se kam prish, unë e di që jam agjërueshëm. Që kjo bindje kur buron për mrena, andaj një prej librave që i kanë bërë disa dietar krahasime mes Islamit dhe të tjerave çfarë ka thënë i vetmi sistem që i garanton njeriu parandalim për të keqes do Islami. Këtë sisteme tjera e kanë çfarë? Ndëshkimin e të keqes. Çdo sistem e ka punëtorët e vet, edhe ato sigurimin e vet, për çka e ka? Masi ndodhe e keqe, pas ka ndodhur, atë tash ta ndëshkojnë. Islami ka parandalimin. Islami ka parandalimin. Në hartë kushton. Moralisht kushton me xhenem. Mos gabon me vao. Mos e kushton shumë. Allah e prek një ndërgjë, mos e stakon, mos e nuk është e mirë. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Islami dhe agjërimi dhe Kur'ani kanë për qëllim që me nxjerrë njëri me një fjalë të ndërgjetshëm. Çka i bëhet të ndërgjet? Pimrena e diaj. Ati veç pak kujtimi duhet ai miliardës. Apo, a keni pa kur toka pjellore, e dini se i punoni tokat, pak ujë du, pa dilla, ajo me recetën. Ama që tu mermer, mbloq, me nxjerr ujë, a bin diçka? E nuk bin kur gjo. Se toka qasi. Për këtë arsye, duhet ne Allahit mi kallëzu se na jena tokë pjellore, na pimrena e hajna vetën, pak ajet me ta gjujt, mini ardhezna, pak me na fol për Allah, mini ardhezmi. Që kjo është Islami të ndëruar xhamatli. E lutim Zotin e Madh në këto net të mëdhoja, net të Ramazanit, Allahu t'i pastron ndërgjegjet tona, Allahu t'i pastron zemrat e tona, Allahu t'na bën njerëz të moralshëm, besimtar të devotshëm, musliman që Allahu i lavdron te melekët e Zotit xhelel xhelalu. E lutim Zotin e Madh në këto net të mëdhoja, nëse qëllon nata e Kadrit, Allahu t'na i fal këtë gjunat ya rabbel alamin. Allahu t'i shkruan emrat e tona në emrat e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh në këto net të larta të Zotit xhelel xhelalu, që nëse me mëkatet tona e meritojnë xhenemin, Allahu na lutim me rahmetin e vet na largoj pi xhenemit. Jo me punët e tona, po me mëshirën e tina, me falën e tina, me butësinë e tina. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të kemi vullnet dhe shëndet për të vazhduar me vepra të mira, me vazhduar me agjërim, me vazhduar me teravi, me vazhduar me namaz, me vazhduar me çdo send që i përket besimtarit të devotshëm dhe të moralshëm. Edhe një herë Zoti na shpërblet për çdo kontribut që ka bëjnë atë hajrit, çdo gjuna që ka bëjnë Zoti na e fal. Allahu na e pranon këtë kontributet, këta mundimet tona dhe ta bëjnë bajramin në dunja e pastaj bajrami i madh kur të zatet na Zotin e Madh xhelel xhelaluhu në ditën e Kiametit na rreshtoje Allahu mas Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ku ja kam qollu ka qenë prej Allahut, ku kam gabu ka qenë prej meje, edhe prej shejtanit. Zoti ju shpërblet për vëmendjen edhe për dëgjimin. Zoti u afal këtë gjunahet. Allahu ruaj familjet e juve, Allahu ruaj evlat e juve. Zoti na i pranon të gjitha kontributet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.